Nëse merr këto 3 shenja, atëherë kupto, kjo person të mungon më shumë se sa e paramendon. Merr frym thellë, qetëso mendjen tënde, lëre botën të ngadalsohet për një moment, sepse ajo që do të lexosh tani nuk është thjesht një mesazh, është një pasqyrë e ndjenjave të fshehta që dikush mban për ty. Ky tekst është shkruar ngadalë, me vetdije dhe emocionalisht, që të mund të ndjesh çdo fjalë në zemrën tënde. Heshtja që thot më shumë se fjalët. Ndonjëherë më mungon më i zëshëm është pikërisht ai që nuk thuhet kurrë. Njerëzit fshehin ndjenjat, njerëzit shtypin emocionet, njerëzit heshtin, ndërsa zemra e tyre bërtet. Dhe ndonjëherë personi që të mungon më së shumti është pikërisht ai që sillet sikur gjithçka është në rregull, por heshtja e tyre dridhet, distanca e tyre mban ngrohtësi, dhe sjellja e tyre fillon të tregojë modele që zemra i njeh shumë para syve. Sot do të kuptosh 3 shenja, kaq të forta dhe kaq të qarta, saqë kur shfaqen në jetën tënde, duhet ta dish të vërtetën. Diku atje dikush të mungon thellë, me dhimbje dhe në heshtje. Shenja e parë, ajo e ndjen mungesën tënde më fort se sa ka ndjerë ndonjëherë praninë tënde. Kjo është shenja më shpirtërore dhe emocionale. Kur dikush me të vërtetë të mungon, mungesa jote e godet më fort se sa prania jote ndonjëherë. Ndoshta nuk flisni më, ndoshta nuk jeni më në kontakt, por papritur kujtimi yt shfaqet kudo. Shikojnë diçka dhe mendojnë për ty. Luhet një këngë dhe fytyra jote shfaqet para syrit të brendshëm. Dikush e përmend emrin tënd dhe zemra e tyre ndalet për një moment. Natën hapin telefonin dhe rrëshqasin së pari te biseda juaj. Edhe nëse nuk të shkruajnë, zemra funksionon në mënyra të çuditshme. Sa të kishin pranë, ndoshta nuk e kuptonin rëndësinë tënde, por në momentin kur jeta të largon, ata e kuptojnë sa thellë ishe lidhur me mendimet e tyre të përditshme. Kjo nuk është thjesht mungesë, kjo është gravitet emocional. Energjia jote i tërheq edhe nga largësia. Nëse ndjejnë këtë boshllëk të papritur pa ty, atëherë ata të mungojnë më shumë se sa mendon. Dhe gjëja më tronditëse, ata përpiqen ta fshehin edhe nga vetja, shpërqendrohen, rrëshqasin pa qëllim, shikojnë video, flasin me njerëz, mbajnë veten të zënë. Por në momentet e qeta, kur bota ndalet, kujtimi yt kthehet si një val. Nuk mund ta kontrollojnë, nuk mund ta ndalojnë, sepse mungesa jote është bërë më e zëshme se sa ka qenë ndonjëherë prania jote. Kjo është shenja e parë. Shenja e dytë, sjellja e tyre ndryshon pa logjik, vetëm nga emocioni. Kur dikush të mungon shumë, veprimet e tij humbasin sensin logjik dhe marrin një kuptim emocional. Ndoshta dikur i ignoronte mesazhet e tua, por tani përgjigjet më shpejt. Ndoshta dikur ishte je sigurt, por tani duket je pasigurt. Ndoshta nuk interesoi për statusin tënd online, por tani kontrollon nëse je aktiv. Ndoshta ka thënë, po e vazhdoj jetën, dhe tani shfaqet përsëri afër teje. Kjo shenjë është e butë, por jashtëzakonisht e fuqishme. Një person që të mungon thellë, papritur shfaq modele të çuditshme, të shkruan papritur pas ditësh, javësh ose muajsh. Shikon storien tënde dhe e mbyll menjëherë. I rikthehet reeleve apo postimeve të tua. Përmend kujtime të vjetra. Bën pyetje indirekte për jetën tënde. Reagon me xhelozi kur përmendet një emër tjetër. Bëhet papritur i butë, emocional ose nostalgjik. Bëhet mbrojtës edhe nga larg, të trajton ndryshe nga të gjithë të tjerët, dhe as nuk e kupton se po e bën këtë. Zemra merr kontrollin, mendja ngatërohet dhe sjellja bëhet e kundërt. Një ditë janë pranë teje, ditën tjetër tërhiqen, por në të dy rastet qëllimi është i njëjtë, ata luftojnë kundër ndjenjave të tyre për ty. Dhe ky luftim i brendshëm fillon vetëm kur dikush me të vërtetë të mungon thellë. Nëse ndjen butësi të papritur ose distancë të papritur, vëmendje të papritur ose xhelozi të papritur, atëherë kupto, kjo nuk është sjellje e rastësishme. Kjo është sjellja e një personi që ndjen shumë më tepër se sa mund të pranojë. Shenja e tretë, pavarësisht kë kujtojnë në zemrën e tyre, gjithmonë kthehen te ti. Kjo është shenja më e fortë dhe më emocionale.
Kur dikush të mungon shumë, ai shpesh përpiqet të zëvendësojë. Jo sepse me të vërtet dëshiron, por sepse kërkon t'i shpëtojë ndjenjave të veta. Njihen me njerëz të rinj, flasin me të tjerë, sillen sikur gjithçka është normale, por thellë brenda tyre i krahasojnë të gjithë me ty. Askush nuk i bën të ndjejnë atë që u ke bërë ti të ndjejnë. Askush nuk u jep të njëjtin ngushëllim, të njëjtin shkëndi, të njëjtën siguri emocionale. Qeshin me të tjerë, por nuk ndjejnë të njëjtën lidhje. Flasin me njerëz, por nuk ndihen të kuptuar. Postojnë foto që duhet të tregojnë lumturi, por zemra e tyre dhem në heshtje. Sidomos natën të kujtojnë më fort, sepse nata heq të gjitha shpërqendrimet. Ajo zbulon atë që zemra ka fshehur gjatë ditës. Pastaj kujtimi yt kthehet ngadalë dhe me dhimbje në mendjen e tyre. Riluajnë bisedat e vjetra, përfytyrojnë zërin tënd, kujtojnë buzëqeshjen tënde, mendojnë për atë që shkoi keq. Pyesin veten nëse ti mendon ende për ta. Kur dikush të mungon thellë, ti bëhesh pjesë e botës së tij të brendshme, një bote që nuk ja tregojnë askujt. Kjo nuk është thjesht mungesë, kjo është lidhje. Kjo është një shenjë emocionale. Kjo është një lidhje në nivel shpirti. Kur dikush nuk mund të harrojë pavarësisht distancës, pavarësisht heshtjes, pavarësisht kohës, pavarësisht njohjeve të reja, atëherë vlen vetëm një e vërtetë. Ti nuk ishe thjesht një person në jetën e tyre. Ti ishe një përvojë që nuk mund të fshihet, dhe për këtë arsye ata të mungojnë. E vërteta më e thellë të mungon sepse ke prekur shpirtin e tyre. Ndoshta nuk e ke vënë re, por ti i ke ndryshuar. Prania jote ka lënë një gjurmë në zemrën e tyre. Mënyra jote, fjalët e tua, energjia jote të gjitha kanë krijuar një ndjenjë tek ata që askund tjetër nuk e gjejnë. Njerëzit nuk u mungojnë fytyrat. Njerëzve u mungon ndjenja që dikush ka zgjuar brenda tyre. Dhe ti ke zgjuar diçka tek ky person që askush tjetër nuk mund ta zgjojë. Prandaj u mungon. Prandaj mendojnë ende për ty, prandaj kujtimi yt jeton ende tek ta. Ndoshta pyet veten, por pse nuk thon asgjë? Por kujto, disa njerëz ndjejnë thellë, por flasin rrallë. Disa duan në heshtje, por me intensitet. Disa mungojnë me zë të lartë, por vetëm brenda zemrës. Dhe ky person bën pjesë pikërisht në këtë grup njerëzish. Mesazhi i universit për ty, që po e lexon këtë tani, nuk është rastësi. Universi dërgon mesazhe të caktuara në momente të caktuara. Ndoshta për ditë të tëra ke ndier një tërheqje të brendshme të pashpjegueshme. Ndoshta mendon vazhdimisht për dikë. Ndoshta ke përjetuar shenja, ëndra, emocione ose sinkronicitete. Ndoshta zemra jote ndjen një lidhje që po përpiqesh ta mohosh. Por e vërteta është e thjeshtë. Shpirti yt e di se dikush të mungon, dhe sot universi dëshiron që ti besosh kësaj ndjenje. Lidhje të tilla ndodhin rrallë, ndoshta një herë, ndoshta 2 herë gjatë gjithë jetës, por kur ndodhin, lën gjurmë që as koha nuk mund t'i fshijë. Mesazhi përfundimtar, nëse merr këto 3 shenja, mos i injoro, sepse diku atje dikush mban ende kujtimin tënd. Dikush riluajnë momentet tuaja në mendje. Dikush ndjen dhimbjen e mungesës tënde. Dikush dëshiron që gjërat të kishin qenë ndryshe. Dikush të mungon me një intensitet që e fshen nga bota. Ndoshta nuk të thërret, ndoshta nuk të shkruan, ndoshta nuk pranon asgjë, por zemra e tyre flet një gjuhë që shpirti yt e ka kuptuar prej kohësh. Dëgjoje këtë zë, besoj intuitës tënde, sepse mungesa është shpesh hapi i parë drejt rikthimit. Dhe kjo historia juaj ndoshta nuk ka mbaruar ende.